A ke ndjerë ndonjëherë se zemra jote po dhemb pa fajin tënd, se çdo ndjenjë që jep duket se humbet në një boshllëk të padukshëm? Ndoshta dikush po të merr më shumë se sa të jep. Qëndro me mua deri në fund sepse fundi i kësaj videoje nuk është vetëm një përfundim, por një fillim i ri ku do të kuptosh të tjerët, por më e rëndësishmja do të kuptosh veten. Secila fjali që do dëgjosh është një hije e shpirtit që po kërkon të shfaqet dhe të mësoj diçka. Duhet të dish se të kuptuarit e narcisistit është hapi i parë për t'u çliruar dhe për të rimarrur nën kontroll jetën tënde. Ti ke fuqi të madhe brenda vetes dhe është koha ta rimarrësh atë. Disa njerëz nuk kanë frikë nga largimi yt, por nga ajo që mbetet kur nuk je më aty. Carl Jung zbuloi diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kurrë për narcisistët. Kur një narcisist e kupton që ti e ke kuptuar mënyrën se si ai funksionon, ajo që shkatërrohet nuk është marrëdhënia, është struktura e brendshme që ata kishin ndërtuar rreth ekzistencës tënde. Për ta ti nuk ishe një qenie e veçantë, ti ishe një rol, pasqyra e tyre, rregulluesi i emocioneve të tyre, forca stabilizuese, që e mbante bashk kaosin e tyre të brendshëm dhe kur ti ndalon së reflektuari ata, diçka brenda tyre thyet. Ajo që zgjohet nuk është trishtimi, është frika. Frika për t'u shmangur me boshllëkun që kanë shmangur gjithë jetën. Frika për të qëndruar me veten e tyre me gjithçka që kanë varrosur brenda vetes. Dhe heshtja jote është ajo që i detyron të shohin atë. Prandaj distancimi yt u duket si shkatrim, prandaj heshtja jote i godet më shumë se çdo fjalë. Rënia e një narcisisti nuk fillon kur largohesh ti, nuk fillon me një debat të fundit, një lamtumir dramatike apo një kufi të thënë me fjalë. Ajo fillon shumë më parë, në një ndryshim të butë që ndodh brenda fushës tënde energjetike. Një ndryshim kaq i heshtur, i hollë dhe kaq i brendshëm sa që ndoshta nuk e kupton menjëherë se çfarë ka ndryshuar. Por trupi e di, psika e di dhe narcisisti e ndjen para se të dy të mund ta shpjegoni me fjalë. Ky ndryshim fillon si një lodhje emocionale. Jo lodhja e zakonshme e një dite të gjatë, por lodhja e grumbulluar gjatë muajve apo viteve nga mbajtja e një peshe emocionale që nuk ishte kurrë e jotja. Ti fillon të hezitosh para se të përgjigjesh ndaj kërkesave të tyre. Ndalesh një çast më shumë kur ata kërkojnë sigurim. Bëren trupin tënd të tensionohet edhe pak para se të përgjigjesh një pyetje që dikur dukej e padëmshme. Diçka brenda teje tërhiqet mbrapa, sikur psika jote po përgatitet të mbrojë veten nga shterimi i mëtejshëm. Mund të provosh të vazhdosh normalisht. I thuash vetes se është vetëm stres, një javë e keqe ose një çrregullim i përkohshëm. Përpiqesh të reagosh me ngrohtësinë tënde të zakonshme, prani dhe gatishmëri për të qetësuar. Por energjia pas këtyre veprimeve nuk rrihet më natyrshëm. E ndjen përpjekjen. E ndjen lodhjen. E ndjen çmimin e punës emocionale për dikë që nuk mund të të japë thellësinë që ti jep. Pak nga pak, ndalon së dhëni atë që dikur e jepje pa e menduar. Ky është momenti që mund ta quajmë një rregullim i brendshëm i psikikës. Kur mendja e vetëdijshme refuzon të pranojë një të vërtetë të dhimbshme, pa vetëdia fillon punën për ju. Energjia juaj kthehet brenda si një formë ruajtjeje të vetvetes, një përpjekje e heshtur për të rikthyer ekuilibrin në pjesët e juaja që janë të ngarkuar. Mendja mund të vazhdojë të mbajë shpresën, por shpirti ka nisur të tërhiqet. Narcisistët e ndjejnë këtë ndryshim menjëherë, jo përmes empatisë, por përmes varësisë. Energjia juaj emocionale nuk funksiononte thjesht si një shprehje dashurie. Ajo funksiononte si struktura që mbante identitetin e tyre të brisht të bashkuar. Ata mbështeteshin në reagimet tuaja për të rregulluar emocionet e tyre. Ata mbështeteshin në vëmendjen tuaj për të forcuar ndjenjen e vetvlerësimit. Ata mbështeteshin në praninë tuaj për të stabilizuar kaosin e tyre të brendshëm. Kur energjia juaj ndryshon qoftë për pak, ata e perceptojnë ashtu si dikush që ndjen dridhjen e parë në një ndërtesë që po shembet. Ata vërejnë ndryshimet e vogla. Si zëri juaj nuk mban më të njëjtën butësi. Si sytë tuaj nuk shkëlqejnë më me të njëjtën hapje. Si shpatullat mbeten më të ngritura. Frymëmarrja më e shkurtër. Përgjigjet më të shkurtra. Ata vërejnë humbjen e ngrohtësisë në të qeshurën tuaj. Prania juaj që humbet elasticitetin. Durimi juaj që humbet shkëlqimin e tij. Nuk është e nevojshme të thuash asgjë. Ndryshimi ndodh përpara fjalëve. Ajo që për ty ndihet si qartësi e qetë, për ta përjetohet si kërcënim. Ajo që për ty është kthim drejt vetes, për ta duket si braktisje.
Ajo që për ty është mbrojtje e brendshme, për ta tingëllon si refuzim. Në atë moment, diçka e pavetëdijshme aktivizohet tek ata. Jo sepse kuptojnë çfarë po ndodh, por sepse e ndjejnë humbjen e kontrollit. Dinamika mes jush ka funksionuar gjithmonë mbi reagimin tënd emocional. Që nga çasti kur ai reagim fillon të dobësohet, edhe në mënyrë të padukshme, sistemi i tyre i brendshëm hyn në alarm. Ata nuk e shprehin me fjalë, por trupi i tyre reagon. Toni bëhet më i ashpër. Kërkesat shtohen. Kritikat bëhen më të mprehta. Nevoja për kontroll rritet. Dhe këtu qëndron ironia, ti nuk tërhiqesh sepse ata ndryshojnë. Ata ndryshojnë sepse ti fillon të tërhiqesh. Ndërkohë, brenda teje zgjohet diçka më e thellë. Fillon të dallosh gjëra që më parë janë ashkaloje. Sa shpesh ndjenjat e tua janë minimizuar. Sa rregullisht kufit e tu janë të kaluar. Sa parashikueshëm empatia jote është përdorur si burim, jo si dhuratë e ndërsjellë. Qartësia nuk vjen menjëherë, ajo shfaqet në fragmente. Një mendim i papritur gjatë një debati. Një ndjesi e rëndë pas një bisede që nuk duhej të lodhte. Një heshtje që thot më shumë se çdo shpjegim. Fillon të dëgjosh sinjalet që trupi yt ka dërguar prej kohësh. Sistemi yt nervor, i lodhur nga tensioni i vazhdueshëm, nis të refuzojë ciklin. Intuita fillon të flasë më fort se zakonet e vjetra. Kjo tërheqje nuk është një vendim i menjëhershëm dhe i vetëdijshëm. Është një riorganizim i ngadaltë. Një rikthim i ngadaltë i energjisë që dikur e shpërndaje pa kufi. Ti largohesh nga stuit emocionale, jo nga zemërimi, por nga lodhja. Ndalon së shpjeguari vazhdimisht veten. Ndalon së zbuturi fjalët për të mbrojtur egon e dikujt tjetër. Ndalon së mbarturi projeksione që nuk janë të tua. Energjia që dikur dilte automatikisht nga ti, tani kthehet brenda, në shtëpi. Dhe kur energjia ndryshon, ndryshon edhe historia. Dinamika humbet fuqin, mjegulla shpërndahet. Fillon ta shohësh narcisistin qartësisht sa shumë varen ata nga reagimet e tua. Sa fort kapen pas pranisë sate emocionale. Sa e brish bëhet ndjenja e tyre e vetes kur ti nuk e ushqen më. Dhe atëherë e kupton, ajo që e mbante gjallë lidhjen nuk ishte dashuria e ndërsjellë, por puna jote emocionale, vëmendja jote, durimi yt, forca jote. Kjo njohje nuk vjen me dramë. Nuk vjen me fishek zgjare. Vjen me qetësi. Me një mendim të thjeshtë, por të palëkundur, nuk mund ta vazhdoj më kështu. Dhe aty fillon gjithçka që do të pasojë. Kur energjia ndryshon, reagimi nuk vonon. Ankthi i tyre kërkon patjetër një drejtim. Dhe shumë shpesh, ai drejtim bëhesh ti. Jo sepse ke bërë diçka gabim, por sepse nuk po ushqen më sistemin emocional që i mbante të qëndrueshëm të njëjtat kualitete që njëherë e një kohë ata i pëlqyen tek ti behen, po të njëjtat kualitete që tani ata i urrejnë, sepse u kujtojnë atyre gjithçka që ata nuk mund të jenë. Qartësia yte reflekton mbi pamundësinë e tyre për të pasur atë, drita yte e ndriçon edhe më tepër hijen e tyre. Nëse dëshiron të kuptosh më thellë këto lëvizje të brendshme psikologjike, mënyrën si ato shfaqen brenda teje dhe rreth teje, qëndro i lidhur. Pjesa tjetër tregon si ky ndryshim i brendshëm fillon të reflektohet jashtë dhe pse reagimi i tyre i parë flet më shumë se çdo justifikim që mund të japin. Kur fillojnë të trajtojnë pa respekt. Kur fillon mungesa e respektit, nuk është rastësi. Nuk është asnjë ditë e keqe dhe asnjë ndryshim humori. Është momenti kur roli që ata të kanë dhënë nuk e mban më peshën e iluzionit të tyre. Mungesa e respektit nuk shfaqet si shpërthim emocional. Ajo shfaqet si ndryshim i ekuilibrit të pushtetit. Cilësitë që dikur i admironin tek ti, tani kthehen në pika sulmi. Jo sepse ato kanë ndryshuar, por sepse u kujtojnë atyre diçka që nuk arrin ta përballojnë brenda vetes. Ky proces nuk është personal. Është i parashikueshëm. Është mekanik. Dhe buron nga struktura më e thellë e psikikës së tyre. Në psikologjinë e thellë, ekziston një pjesë e mendjes që përmban gjithçka që një person refuzon ta shohë tek vetja që Carl Jung e quajti hija. Dobësitë, pasiguritë, zilia, turpi, impulset që nuk përputhen me imazhin që duan të mbajnë. Një njeri emocionalisht i shëndetshëm mëson me kalimin e kohës ta pranojë këtë pjesë, ta njohë dhe ta integrojë. Ky është procesi i rënd i pjekurisë së brendshme. Por tek narcisisti, situata është krejtësisht ndryshe.
Identiteti i tyre, egoja e tyre, është ndërtuar mbi një ide të rreme për sosmërie. Një imazh i brisht, por madhështor. Pranimi i dobësive do ta shemte këtë strukturë. Prandaj, ata investojnë një sasi të madhe energjie mendore për ta mohuar plotësisht atë pjesë të vetes, një mohim total. Ata duhet të ndihen të pastër, të pagabueshëm, superior, të paktën në mendjen e tyre. Kur fillojnë të nënvlerësojnë, ajo që po sheh nuk është thjesht mungesë respekti. Është një mekanizëm mbrojtës i fuqishëm. Ndjenjat e tyre të brendshme të pamjaftueshmërisë, xhelozisë dhe zbrazëtisë bëhen tepër të rënda për t'u mbajtur brenda. Dhe kur presioni rritet për shkak se ata mohojnë këto të vërteta plotësisht, ato ndjenja kërkojnë dalje. Pa vetdije, ato vendosen mbi ty gradualisht, ti bëhesh vendi ku ata shkarkojnë gjithçka që nuk pranojnë tek vetja. Pjesët e errëta që i kanë mohuar, ndjenjat e turpit dhe përbuzjes ndaj vetes së tyre të brisht, ridrejtohen drejt teje. Çdo fjalë që të ul, çdo gjest përçmues, çdo kritik e ftohtë nuk flet realisht për ty, ajo tregon gjendjen e tyre të brendshme. Kur të quajnë të dobët, të varur apo të pamjaftueshëm, në të vërtetë po artikulojnë frikërat që i përndjekin vetë. Kur minimizojnë arritjet e tua, po përpiqen të heshtin zërin e brendshëm që u thotë se nuk janë aq sa pretendojnë. Në këtë fazë, ti nuk je më figura e idealizuar. Ti shndërrohesh në personin mbi të cilin fajet dhe tensionet shkarkohen. Prandaj mungesa e respektit të duket kaq e papritur dhe absurde. Nuk lidhet me sjelljen tënde. Nuk është reagim racional. Është një proces automatik, i pavetdijshëm, i dizajnuar për të lehtësuar presionin e tyre të brendshëm. Egoja e tyre e brisht lufton për të ruajtur ndjesinë e epërsisë. Dhe për ta bërë këtë, dikush tjetër duhet të ulet poshtë. Duke të nënvlerësuar, ata krijojnë përkohësisht një ndjesi të rreme fuqie. Kjo është arsyeja pse shkelin vazhdimisht kufit e tu dhe injorojnë normat bazë të respektit. Një kufi nga ana jote nuk shihet si kërkesë e shëndetshme. Ai përjetohet si rrezik. Si provë që ti je një individ më vete, me mendime, ndjenja dhe të drejta të pavarura. Dhe kjo pavarësi për ta është kërcënim serioz. Struktura e tyre psikologjike kërkon që ti të ekzistosh vetëm si zgjatimi i tyre, jo si person i veçantë. Prandaj kufiri yt përjetohet si sfidë ndaj kontrollit të tyre dhe reagimi bëhet i ashpër, jo njerëzor. Në këtë pikë bëhet e pamohueshme se një marrëdhënie e shëndetshme është e pamundur. Nuk ke përballë një person të plot, të aftë për reflektim dhe përgjegjësi emocionale. Ke përballë një strukturë të copëzuar, një ego të brisht që lufton vazhdimisht me atë që refuzon të pranojë brenda vetes. Çdo përpjekje për të arsyetuar, për të shpjeguar qetësisht ndjenjat e tua, apo për të kërkuar trajtim më të mirë, dështon. Jo sepse po gabon, por sepse po flet me mekanizma mbrojtës të pavetdijshëm. Sa më shumë përpiqesh të mbash realitetin tënd, aq më fort ata përpiqen ta projektojnë errësirën e tyre mbi ty. Mungesa e respektit nuk është defekt i marrëdhënies. Është mekanizmi që e mban sistemin e tyre të qëndrueshëm. Nëse e gjen veten këtu, duke qëndruar përballë errësirës së dikujt tjetër, lëre një koment më poshtë. Është një mënyrë e heshtur për të thënë se nuk je zhdukur brenda hijes së tyre. Në pjesën tjetër, nuk do të vësh re vetëm dhimbjen. Do të vësh re momentin kur mendja jote ndalon së justifikuari gjithçka. Dhe pikërisht aty fillon të shfaqet e vërteta. Momenti i ndërgjegjësimit, moment i ndërgjegjësimit nuk vjen si një shpërthim dramatik. Ndihet më tepër si një rezistencë e brendshme që më në fund ndalon së përkuluri. Jo sepse dhimbja u bë më e madhe, por sepse mendja nuk gjen më mënyra për ta shtrembëruar realitetin që të duket i durueshëm. Në atë qetësi, e vërteta bëhet e pashmangshme. Psika ka kufi. Ajo nuk mund të përballojë pafundësisht kontradikta pa kërkuar koherencë. Ky nuk është një moment i vetëm shpërthyes, por një qartësi që formohet ngadalë dhe qetësisht, sapo shfaqet, nuk kthehet më mbrapa. Ti ndalon së reaguar ndaj episodeve të veçanta të narcisistit dhe fillon të shohësh modelin që përsëritet poshtë tyre. E kupton, jo vetëm me mendje, por me gjithë qenien, se asgjë që ofron nuk e ndryshon dinamikën bazë. Mirësia nuk e zbut. Logjika nuk depërton. Emocioni nuk shërben si arsye për ndryshim. Kjo kuptesë dhemb, por njëkohësisht të stabilizon. Është momenti kur iluzioni humbet fuqinë e tij. Ajo që fillon të shpërbëhet nuk është vetëm marrëdhënia, por kuptimi që ti i kishe dhënë asaj. Për një kohë të gjatë, ti ke mbajtur pritshmëri që nuk kishin bazë reale.
Ke projektuar thellësi, potencial dhe aftësi për rritje atje ku ato nuk po shfaqeshin. Cilësitë që mendoje se i përkisnin atij personi ishin, në të vërtetë, pasqyrimi i forcave të tua të brendshme. Ti besoje se poshtë gjithë këtij lëmshi gjindje një person që kërkonte të shërojë, kërkonte të jetonte në mirësi, ashtu siç ti mendon vetë në këtë pikë. Këto projekcione kthehen tek ti tirime shpresën, qartësinë dhe inteligjencën emocionale që i kishe vendosur jashtë vetes. Ishe gjithmonë ti që projektoje të mirat e tua mbi to. Zhgënjimi është i thellë, sepse zbulon se personi për të cilin prisje nuk ka ekzistuar kurrë. Por bashkë me këtë njohje, një sasi e madhe energjie kthehet tek ti t'i ndalon së investuari në një sistem të mbyllur që ishte i dizajnuar të shterë dhe të mos jep asgjë në shkëmbim. Dhe kjo tërheqje e projekcioni nuk është dështim. Është fillimi i ndarjes psikologjike, diçka që Jung e quajti individuim. Një lëvizje drejt të qenit i plot, detyra qendrore e një jete njerëzore, rruga i të bërit psikologjikisht i plot, i integruar, rruga drejt ekzistencës si individ dhe jo si rol në historinë e dikujt tjetër ose si rol i përcaktuar nga shoqëria. Dhe kur ti ishe në lidhje me një narcizist, ty nuk t'u lejua të ishe një individ, ti ishe një rol, një funksion, një mekanizëm, një objekt psikologjik në dramën e tyre të brendshme. Por pas këtij ndryshimi, ti e kupton që përgjegjësia duhet të kthehet aty ku takon. Ti kupton se shërimi i tyre nuk ka qenë kurrë detyra jote. Që mbijetesa, mirëqenia dhe ardhmëria jote nuk varet nga transformimi i tyre. Ky realizim krijon një kufi të fortë, jo vetëm në sjellje, por brenda botës tënde të brendshme. Ndërsa ky kufi forcohet, një lloj shprese fillon të shuhet ngadalë. Jo shpresa e shëndetshme, por lidhja me një përfundim të imagjinuar. Përfundimi ku ata më në fund do të shëroheshin dhe të shihnin vlerën tënde të vërtetë dhe dhimbjen që të kishin shkaktuar. Lënia e kësaj shprese sjell dhimbje dhe kjo dhimbje duhet nderuar. Ti po vajton atë që besoje se kishe, lidhjen që besoje që kishe, atë që investove dhe të ardhmen që mendove se do të vinte. Por përmes kësaj dhimbjeje lind një vetdije më e qëndrueshme. Një qartësi e rrënjosur në realitet, jo në fantazi dhe ëndra. Ti e sheh situatën ashtu siç është, jo siç dëshiroje të ishte. Dhe e kupton se drita në fund të tunelit nuk është ndryshimi i tyre, por rruga që të largon nga kjo dinamikë. Kjo nuk është dorëzim. Është një zgjim, një triumf. Zgjedhja e së vërtetës mbi iluzionin. Kjo pikë kthese riformson gjithçka që vjen më pas. Fokusi zhvendoset tek ti dhe ndalon të jetë tek ata. Është akti i mbijetesës i zgjedhjes së vetes tënde në vend të tyre dhe të ardhmërisë tënde, ti zgjedh të ardhmen tënde dhe kjo ndryshon gjithçka. Dhe ndërsa kjo zgjuarsi lind brenda teje, brenda tyre fillon diçka tjetër. Jo kuptim, por panik. Në pjesën tjetër do të shohësh se çfarë zgjon qartësia jote tek ata, jo përmes fjalëve, por përmes asaj që nuk mund ta fshehin më. Kur narcizisti e kupton se ti ke mbaruar, kur ndërgjegjësimi yt fillon të ndriçohet, brenda tyre nuk lind kuptim, lind frikë. Jo frikë emocionale, por panik ekzistencial. Ndryshimi yt i brendshëm, qetësia jote e heshtur dhe mungesa e reagimit emocional nuk perceptohen si paqja yte personale. Për ta, interpretohet si kërcënim, si shpërbërje. Kur ti ndalon së ushqyeri debatet e vjetra, kur nuk reagon më sipas modelit të zakonshëm, sistemi i tyre i brendshëm e regjistron këtë si humbje kontrolli. Marrëdhënia në botën e tyre nuk ka ekzistuar si lidhje mes dy individësh të barabartë. Ajo ka ekzistuar si burim furnizimi psikologjik. Vëmendja jote, reagimet e tua emocionale, frika, zemërimi, përpjekja për t'i kuptuar, të gjitha këto kanë shërbyer si energji për ta mbajtur identitetin e tyre të brisht në këmbë. Ky furnizim narcizist, siç e quajnë psikologët, nuk ka qenë luks. Ka qenë nevojë etike për stabilitetin e tyre të brendshëm. Për narcizistin, identiteti ndërtohet nga reagimet e të tjerëve pothuajse plotësisht. Pa to, nuk ka bazë ku të mbështetet, ku të kthehet. Për ta nuk ka një strukturë reale identiteti ku mund të mbështeten. Prandaj largimi yt përjetohet si kërcënim për vetë ekzistencën e tyre. Reagimi i tyre nuk është përpjekje për fituar prap dashurinë tënde. Është betejë për mbijetesë psikologjike. Gjithë energjia e tyre fokusohet në një qëllim të vetëm, rikthimin e kontrollit dhe rifillimin e furnizimit emocional. Kjo është arsyeja pse sjellja e tyre përshkallëzohet, sjellje që kanë si bazë nevojën e tyre për të rifituar sensin e pushtetit mbi ty mund të shfaqet si agresion i hapur, kërcënime, frikësim.
Ata s'mund ta përballojnë një realitet ku nuk tolerohen më, ku janë të pafuqishëm, të lënë ose irrelevant. Ata mund të përdorin taktika të ndryshme si frika. Frika jote është ende reagim dhe reagimi është furnizim për ta. Dhe kjo është një taktik që ata e përdorin. Nëse ndihesh i trembur, ata e ndjejnë veten ende të rëndësishëm. Shpesh shfaqet edhe ndjekja, ndërhyrja, shkelja e çdo kufiri. Sepse në mendjen e tyre, ti nuk je një individ i veçantë. Je zgjatimi i tyre. Dhe askush nuk vendos kufi ndaj diçkaje që e konsideron pronë. Kjo është mendësia nga e cila ata operojnë. Një tjetër strategji e zakonshme është diskreditimi yt përmes të tjerëve. Ata krijojnë një version të ri të historisë të personit tënd, ku ti shfaqesh si i paqëndrueshëm, i padrejtë ose i ftohtë, ndërsa ata si viktima e duruar. Kjo u shërben për dy arsye: projektojnë turpin, betit e tyre të këqija dhe fajin e tyre mbi ty, dhe përpiqen të kontrollojnë realitetin social përreth teje. Mënyra se si e mbrojnë egon e tyre nga çdo formë e përgjegjësisë apo turpit. Ata duan ta kontrollojnë realitetin tënd social. Qëllimi i tyre është të të mbajnë totalisht jashtë balance. Kaosi është arma e tyre më e fortë. Një mendje e lodhur, e frikësuar dhe e hutuar fillon të dyshojë në vendimet e veta. Ata kanë nevojë që ti të humbasësh kontaktin me qartësinë fillestare që të çlirojë, të te lodhesh. Është një luftë totale për perceptimin tënd të realitetit. Sa më ekstreme bëhen reagimet e tyre, aq më e qartë bëhet një e vërtetë e dhimbshme. Roli yt nuk ka qenë kurrë ai i partnerit. Ka qenë ai shtyllës psikologjike që mbante ekuilibrin e tyre psikologjik. Intensiteti i reagimeve të tyre është një përcaktues i drejtpërdrejtë se sa dëshpërimisht ata mbareshin nga ti që tua rregullojnë ndjenjen e tyre të vetvetes. Dhe ironikisht sa më absurde bëhet reagimi i tyre, aq më shumë ti kupton se roli yt s'ka qenë roli një partneri, por roli një rregulluesi psikologjik. Sjellja e tyre e panikut është gjithashtu edhe një tentim i dëshpëruar për të krijuar një reakcion tek ti. Për ta çdo reakcion qoftë edhe negativ është më mirë se mos reagimi total, sepse mos reagimi e konfirmon frikën e tyre më të madhe se ata janë irrelevant. Frika, zemrimi, vëmendja pothuajse çdo veprim apo vëmendje ndaj tyre për ta është ushqim. Indiferenca jote është ajo që nuk mund ta durojnë. Sepse ajo konfirmon frikën e tyre më të madhe, se janë të parëndësishëm pa reagimin tënd. Prandaj provokojnë, shtyjnë, përshkallëzojnë, jo për lidhje, por për reagim. Kur e kupton këtë se veprimet e tyre nuk janë refleksion i vlerës tënde, por i psiqikës së tyre të deformuar, fuqia zhvendoset. Kur kupton me të vërtetë se veprimet e tyre nuk flasin më për vlerën tënde, por për shpërbërjen e tyre të brendshme. Në atë moment, qendra e autoritetit kthehet aty ku gjithmonë është desh të jetë, brenda teje. Në pjesën tjetër do të shohësh si dëshpërimi nuk zhduket. Ai thjesht ndryshon formë dhe mëson të fshihet. Tentimi për të rikthyer. Kur frikësimi, presioni dhe agresioni nuk funksionojnë më, narcizisti nuk e pranon humbjen. Ai nuk ndalet, ai ndryshon strategji. Ajo që fillon atëherë është faza më e sofistikuar dhe më e rrezikshme e manipulimit, përpjekja për të rikthyer në iluzion. Sulmi nuk është më i drejtpërdrejtë. Nuk është më kërcënim i hapur. Ai bëhet i heshtur, i butë në sipërfaqe dhe shumë më depërtues. Qëllimi nuk është më të trembë, por të çorientojë. Të bëj të dyshosh. Të shpërqendroj nga qartësia që sapo ke filluar të ndërtosh. Kjo fazë synon një gjë të vetme, të shpërbëj ndjenjen tënde të sapo formuar të vetes si individ i pavarur dhe ta përziej sërish realitetin tënd me të tyrin. Mendimet e tua, ndjenjat e tua, përjetimet e tua, të gjitha duhet të kthehen sërish në territor të përbashkët ku ata dikur kishin kontroll të plotë. Nuk bëhet fjalë për debate apo lutje emocionale. Kjo është një sulm i drejtpërdrejtë ndaj thelbit tënd autentik. Dhe për ta rezistuar, duhet të kuptosh rrënjësisht mjetet që përdorin për t'ia arritur këtij qëllimi. Baza e gjithë kësaj fushate është krijimi intencional i kaosit mendor. Konfuzioni është terreni ku ata funksionojnë më mirë. Dhe mjeti kryesor për këtë është shtrembërimi sistematik i realitetit i quajtur ndryshe edhe gaslighting. Ata rishkruajnë historinë me bindje absolute. Mohojnë fjalë që i kanë thënë. Veprime që i kanë bërë. Ngjarje që të kanë lënduar thellë. Mund të thonë se e ke keq kuptuar situatën. Se po e egzageron. Se je tepër i ndjeshëm. Se ajo që përjetove nuk ishte aq e rëndë ose nuk ndodhi ashtu siç e mban mend. Qëllimi nuk është të fitojnë një debat.
Qëllimi i tyre është të bëjnë të mos i besosh më mendjes sate. Një njeri që i beson perceptimit të vet ka bazë të fortë psikologjike. Duke e sulmuar këtë bazë, narcizisti përpiqet të bëjë të varur prej tij si burimi i vetëm i së vërtetës, reales. Kur konfuzioni fillon të vendoset, ata aktivizojnë një tjetër armë shumë të fuqishme, shpresën. Pikërisht në momentin kur ti fillon ta pranosh realitetin e tyre të vërtet, ata shfaqin papritur një fragment të vjetër të idealizimit origjinal. Personin që njohen në fillim, sharmant, empatik, dhurues. Një kujtim të bukur. Një gjest të butë. Një falje që duket e sinqertë. Një moment afërsie që të kujton fillimin. Kjo nuk është ndryshim i vërtetë. Nuk është vetdije. Por është një taktikë. Përzierja e ftohtësisë me këto ndjenja të rralla ngrohtësie krijon një lidhje shumë të fortë psikologjike. Ky ritëm psikologjikisht njihet si trauma bond. Mendja jote, e lodhur dhe e uritur për shpresë, kapet fort pas këtyre copëzave sikur të ishin prova se gjithçka mund të rregullohet. Dhe pikërisht këtu qëndron rreziku më i madh. Kjo krijon një etje të dëshpëruar për versionin e mirë të tyre që her pas here shfaqet. Fillon të jetosh për ato momente të shkurtra, duke bindur veten se ai është personi i vërtet dhe se sjellja lënduese është thjesht një devijim i përkohshëm. Kështu mbetesh e lidhur emocionalisht, duke shpresuar vazhdimisht për rikthimin e një ideali që në fakt nuk ka ekzistuar kurrë. Për ta forcuar këtë shpresë të rreme, ata fillojnë të luajnë me kujtesën tënde. Jo hapur, por në mënyrë selektive. Dhimbja fshihet nga biseda. Ngjarjet e vështira anashkalohen. Në vend të tyre, ata nxjerrin në pa vetëm fillimet e bukura të lidhjes, batutat e përbashkëta, momentet romantike, kujtimet që duken të pastra dhe të lumtura. Realiteti yt rieditohet. Qëllimi është që ti të mos largohesh. Dhe ngadalë lind dyshimi, a ishte vërtet kaq keq? Mos ndoshta po e teproj? Ne kemi pasur edhe shumë momente të bukura. Kjo është një goditje direkte ndaj qartësisë që ke fituar. E vërteta e fortë zëvendësohet me një fantazi emocionale. Ti tërhiqesh sërish drejt ëndrrës së përbashkët të fillimit, larg realitetit të dhimbshëm të tanishëm. Nostalgjinë e përdorin si mjet për të larguar nga e tashmja. Kur mendja jote është mjegulluar nga konfuzioni dhe zemra është ende e kapur pas shpresës, ata hedhin hapin tjetër, të shesin një të ardhme që nuk ekziston. Papritur fillojnë të premtojnë pikërisht atë që gjithmonë ke kërkuar. Nëse doje angazhim, flasin për martesë. Nëse doje ndryshim vendi, flasin për fillime të reja diku tjetër. Nëse doje përgjegjësi, betohen me bindje të fortë se tani e kuptojnë gjithçka dhe se do të ndryshojnë. Këto nuk janë qëllime reale. Janë mjete strategjike. Premtime të hedhura vetëm kur ndjejnë se po të humbin vërtet. Ato nuk bazohen në realitet, por në nevojën për të mbajtur të lidhur. Ata nuk po të kërkojnë të kthehesh tek kush janë, por tek potenciali i asaj që mund të ishin, një potencial që nuk kanë ndërmend ta realizojnë kurrë. Është si të shesin një udhëtim drejt një vendi ku nuk planifikojnë të shkojnë. Për ta mbyllur ciklin, ata prekin pikën tënde më të ndjeshme, ndjeshmërinë dhe fajin. Narrativa përmbyset. Tani ata janë viktima. Ti nuk je më ai që u lëndua, por ai që po shkakton dhimbje. Ata do të akuzojnë për mungesë zemre, për egoizëm, për mosfalje. Të thonë se po shkatëron gjithçka për disa gabime të vogla, pas gjitha gjërave që kanë bërë për ty qëllimi është i qartë, të ndihesh përgjegjës për gjendjen e tyre emocionale. Fokusi zhvendoset në mënyrë mjeshtërore nga modeli i tyre i vazhdueshëm i sjelljes, tek vendimi yt për t'u mbrojtur. Ti vendosesh në mbrojtje duke justifikuar largimin tënd, ndërsa ata shmangin çdo përgjegjësi. Kjo funksionon sepse ti ke empati dhe mund të jetë shumë efektive si taktikë. Sepse nuk dëshiron të lëndosh. Dhe pikërisht kjo natyrë e jotja përdoret kundër teje. Të gjitha këto taktika, konfuzioni, shpresa e rreme, manipulimi i kujtesës, premtimet boshe dhe faji, nuk janë të rastësishme. Ato janë pjesë e një strategjie të vetme, të shkatërrojnë lidhjen tënde me të vërtetën tënde dhe të rikthejnë në iluzionin ku ata mbajnë kontrollin absolut. Rezistenca ndaj kësaj kampanje nuk kërkon vetëm forcë të jashtme. Kërkon besnikëri ndaj asaj qartësie të heshtur që ke zbuluar tashmë brenda vetes ndaj asaj të vërtetë. Në pjesën tjetër do të hysh në një hapësirë ku ata nuk kanë akses. Aty ku bota jote e brendshme fillon të flas vetë për veten. Dhe pikërisht aty betejë ndryshon formë.
Në këtë moment vendimtar, lufta nuk është më me tjetrin. Ajo ndodh brenda teje, midis asaj pjese që druan dhe asaj që njeh të vërtetën. Frika flet e para. Është e zhurmshme, urgjente, bindëse. Tregon rreziqe, humbje dhe skenar të errët. Por në gjithë atë kaos, një qetësi tjetër fillon të shfaqet. Më e qëndrueshme, më e fortë, pjesa e brendshme e jote që nuk ka harruar se kush je në të vërtetë. Ky vendim nuk mund të merret nga dikush tjetër për ty, as nga familja, as nga miqt, as nga këshillat e pafundme. Ai lind në heshtje, brenda mendjes tënde. Përballë janë dy zëra që të tërheqin në drejtime të kundërta. Njëri është zëri i frikës, i zhurmshëm, i frikshëm, urgjent. Tjetri është zëri i intuitës, i qetë, i urtë, ai zë që shumë e quajnë zëri i zemrës. Ky është provimi final i udhëtimit tënd drejt vetvetes. Momenti kur vendos nëse do të kthehesh te ajo që është e njohur tek iluzioni, por e dëmshme, ose do të ecësh drejt diçkaje të panjohur, por autentike. Zëri i frikës lind nga pjesa e mendjes tënde që është mësuar të mbijetojë mbi gjithçka. Ai ngatëron sigurinë me zakonin dhe zakonin me mbrojtjen. Dhimbja e njohur duket më e përballueshme se sa boshllëku i panjohur. Edhe marrëdhënia toksike me narcisistin sado e dhimbshme dhe toksike të ishte kishte rregulla, ti një reagime. Dije shpërthimet, dije si të përshtateshe për të shmangur dhimbjen. Frika thot, është më i sigurt rikthimi te e njohura se sa të përballemi me atë që nuk dihet. Egoja thot se të kthehesh tek e njohura edhe pse e dhimbshme është më e sigurt se të shkosh drejt të panjohurës. Kjo frikë ka emra. Frika e vetmisë. Frika se nuk je mjaftueshëm i fortë për të marrëdhënie të shëndetshme. Frika e pasigurisë financiare. Frika e gjykimit të tjerëve. Dhe më e madhja, frika e identitetit të humbur. Frika se identiteti yt do të shembet pa rolin që ke mbajtur. Sepse në dinamikën që ti gjindeshe ti kishe një rol të definuar qartësisht. Ti ishe përkujdessi, durimtari, edhe pse roli i dhimbshëm ky rol të dha një ndjenjë identiteti dhe qëllimi. Frika thot që nëse e braktis këtë rol ti nuk do kesh asgjë. Egoja pyet kush do jesh ti pa këtë detyrë? Egoja thot se dhimbja e rëndë e të njohurës është më e preferueshme se zbrazëtia e të panjohurës. Ti mund t'i thuash vetes kësaj herë ti mund ta menaxhosh dinamikën më mirë ose se ata kanë ndryshuar më në fund. Por kjo është një truk i egos, jo një realitet i përhershëm. Por ekziston një zë tjetër. I heshtur. I qetë, i sigurt. Ky është zëri i vetes tënde të vërtetë. I gjithë unitetit tënd. I vetdijes dhe i pavetdijes. Është esenca e qenies tënde. Pjesa më e thellë që vazhdimisht kërkon paqe, integritet dhe rritje. Ky zë nuk është i zhurmshëm. Ai zë që të zgjoj në momentin kur kuptove se diçka nuk ishte më e pranueshme. Zëri i rezistencës tënde, integritetit tënd. Ky zë nuk premton rehati të menjëhershme. Nuk mashtron me premtime të rreme. Por kujton një gjë thelbësore, se qetësia jote e brendshme nuk është e negociueshme, se rritja jote ka më shumë vlerë se komoditeti i përkohshëm, i tanishëm. Zëri që e di me bindje të thellë se gjithçka ka mbaruar. Narcizisti mund të ndikojë mendimet e tua, të ndez frikë, të mbjellë dyshime. Ata janë mjeshtër për këtë punë. Por ka një vend ku nuk ka hyrje, një bërtham që i përket vetëm vetes. Ata nuk kanë akses këtu, nuk kanë kontroll këtu, nuk kanë fuqi këtu dhe ai është zëri yt i brendshëm. Kur zgjedh ta dëgjosh atë zë dhe të veprosh sipas tij dhe vendos të veprosh sipas mençurisë së tij, zgjedh të ndjekësh, atë është një deklaracion i qartë. Se ti nuk e lidh jetën tënde me frikën, por me autenticitetin tënd të vërtetë dhe të thellë, një deklaracion i qartë se ti po kthehesh te vetja. Ky është besimi në vetvete në formën e tij më të pastër. Një deklaratë e heshtur, jeta jote nuk udhëhiqet më nga frika, por nga e vërteta jote më e thellë. Në këtë moment vendimtar, ti rikuperon plotësisht autoritetin mbi shpirtin tënd. Me vetdije, zgjedh rrugën e vështirë të vetrealizimit, duke pranuar pasigurinë dhe shqetësimin e panjohurës, sepse e di që kjo është e vetmja rrugë që të çon drejt versionit tënd më të vërtetë. Kjo nuk është një zgjedhje pasive. Është një angazhim i qartë dhe i vetëdijshëm. Është vendimi për ta vendosur dijen dhe intuitën tënde si udhëheqësin kryesor në jetën tënde. Kjo do të thotë që duhet të vendosësh se ky autoritet i brendshëm është më i rëndësishëm se çdo zë i jashtëm.
Ai duhet të vendoset mbi çdo narrativ të shtrembëruar të narcisistit. Ai duhet të qëndrojë mbi opinionet e miqve ose familjes që nuk e kuptojnë plotësisht situatën tënde. Dhe, më e rëndësishmja dhe më e rënda për t'u bërë, mbi zërin e zhurmshëm dhe të friksuar të egos tënd, i cili shpesh përpiqet të mbajë të ngujuar në të njohurën. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me të ndjekurit e zemrës. Bëhet fjalë për të zgjedhur vetë se cili zë i brendshëm do të ketë kontrollin. Është momenti kur e bën egon tënd shërbëtor të urtësisë së brendshme, në vend që ta lejoni të mbetet zot i friksuar i fatit tënd. Ky vendim nuk ndodh njëherë e përgjithmonë. Ai duhet të ripërtërihet vazhdimisht. Ndonjëherë çdo ditë, ndonjëherë çdo orë. Ai ripërsëritet sa herë që një val frike përpiqet të mbysë dhe ti zgjedh të mos veprosh sipas saj. Sa herë që ndjenja e vetmisë të josh të rikthehesh, ti qëndron me guxim në paqëndrueshmëri, duke mos ikur nga ajo. Çdo herë që zgjedh të dëgjosh zërin e qetë të vetvetes mbi zhurmën e egos, ti forcon rrugët e besimit të brendshëm dhe krijon një lidhje të palëkundur me udhëzimin tënd të brendshëm. Tani nuk e navigon jetën sipas një harte të shtrembëruar dhe egoiste të narcisistit. Ti lundron më në fund me kompasin tënd të brendshëm. Kjo është thelbi i lirisë së vërtetë dhe të qëndrueshme. Është fillimi i një jete që jetohet nga brenda jashtë. Kur zgjedh këtë rrugë me vendosmëri, ti mbyll një derë jo vetëm jashtë, por edhe brenda vetes, dhe në pjesën tjetër, ata që të kanë humbur do të detyrohen të përballen me boshllëkun që krijove duke zgjedhur veten. Ata nuk do të mund ta manipulojnë më realitetin tënd, nuk do të mund të shfrytëzojnë forcën tënde brenda tyre. Ata do të shohin për herë të parë pasojat direkte dhe të pakthueshme të veprimeve të tyre, dhe ndjenja e boshllëkut dhe humbjes së kontrollit do t'i godasë thellë. Kur të gjitha taktikat e tyre për manipulim, kontroll dhe agresion dështojnë dhe ti mbetesh i palëkundur në mungesën tënde, personi tjetër përballet me diçka që struktura e tyre psikologjike gjithmonë ka shmangur, pasojën e pakthyeshme të veprimeve të tyre. Largimi i përhershëm larg ju shkrijon një zbrazëtir të frikshme në botën e tyre psikike. Pasqyra e gjallë që ata njëherë mbajtën në dorë, duke reflektuar madhështinë e tyre të kurdisur, është zhdukur përgjithmonë. Ata mbeten vetëm me pasqyrën e tyre të papërsosur. Dhe kjo gjendje është e padurueshme për ta. Ky nuk është një moment zemërthyes sipas mënyrës së një personi të shëndetshëm. Për ta, është një goditje katastrofike ndaj themelit të ndjeshëm të egos së tyre. Humbja e vërtet nuk është humbja yte si personi veçanë. Është humbja e burimit të tyre kryesor të rregullimit emocional dhe psikologjik. Ti ishe ai që menaxhoje humorin e tyre të paqëndrueshëm, që mbanje projektimet e tyre të zemërimit dhe turpit dhe që afirmoje vazhdimisht superioritetin e tyre të krijuar. Pa këto funksione, ata mbeten të vetëm me hijen e tyre të paqëndruar. Të gjitha boshllëqet e thella, turpi i fshehur dhe vetë dëmtimi që ata projektuan të ti kthehen tek ata vetë. Kjo është dhimbje psiqike e papërballueshme dhe ata do të përdorin çdo mbrojtje të mbetur për ta shmangur atë. Ata duhet të gjejnë një objekt të jashtëm, një pasqyrë tjetër me urgjencë për të shmangur rënimin e plot psikik. Kjo është arsyeja pse shpesh duket se ata vazhdojnë para shpejt me papërgjegjshmëri. Nuk është forcë emocionale, por dëshpërim i thellë. Ata nuk përpunojnë humbjen. Ata thjesht zëvendësojnë një pjesë të prishur të makinës së tyre të brendshme. Por plagët që ti ke shkaktuar nga zgjedhja e lirisë tënde mbeten. Ata jetuan me supozimin se mund të devalvojnë, të kontrollojnë dhe të abuzojnë pa pasojë. Zgjedhja jote shkatërroi këtë besim themelor. Ata mund të mos e pranojnë kurrë me vetdije, por tani jetojnë me këtë realitet të ashpër. Veprimet e tyre kanë pasoja. Ata ndërtuan një jetë mbi kontroll dhe manipulim, dhe tani duhet të përballojnë zbrazëtinë që dikur t'i ndihmove të zbusnin. Nga këndvështrimi jungian, humbja më e madhe dhe tragjike është humbja e mundësisë për një jetë të papërjetuar. Marrëdhënia me ty u shfaq si një mundësi dhe shenjë për rritje, reflektim dhe integrim të hijeve të tyre, por duke qëndruar të ngurtë dhe duke refuzuar përgjegjësinë, ata humbën këtë mundësi dhe mbeten të dënuar me përsëritje të përjetshme. Do të vazhdojnë të luajnë të njëjtat modele toksike me një person tjetër, gjithmonë duke kërkuar vlerësim të jashtëm, por pa gjetur kurrë paqe të brendshme. Tragjedia e tyre e vërtet nuk është se të humbën ty, tragjedia e tyre është se vazhdojnë të humbasin veten përsëri e përsëri, në një cikël të pafund të krijuar nga vetja e tyre. Ata do të kërkojnë dikë që të zëvendësojë rolin që ti kishe luajtur. Por problemi kurrë nuk ka qenë tek ti apo tek cilësia jote. Problemi ishte paftësia e tyre për të ndërtuar një marrëdhënie të sinqertë, reciproke dhe të dashur njerëzore.
derisa nuk janë gati të përballen me punën e tmerrshme dhe të dhimbshme të vetë reflektimit, çdo person që do të takojnë do të përfundojë duke u bërë një tjetër viktimë e botës së tyre të brendshme, të papërballuar dhe të shkrellë. E gjithë kjo përvojë, nga magjia mashtruese e idealizimit të parë deri te forca e qetë dhe vetmitare e largimit tënd përfundimtar, nuk ishte një tragjedi pa kuptim dhe asnjë humbje e kotë të jetës tënde. Ishte një inicim. Në praktikën e lashtë dhe simbolike të alkimisë, qëllimi përfundimtar ishte magnum opus, puna e madhe, transformimi i një metali të zakonshëm, si plumbi, në arin më të pastër dhe më të çmuar. Carl Jung e pa këtë jo si një proces kimik literal, por si një kornizë të fuqishme dhe të përsosur për transformimin psikologjik të njeriut. Por për ty, kjo është më shumë se një largim. Është një rritë e fillimi, një proces transformues. Dhimbja, konfuzioni dhe sfidat e kaluara ishin materiali i papërpunuar. Zjarri i vështirësive dhe tensioneve ishte procesi alkimik që të transformoi. Nga kjo flak dole më e fortë, më e ndërgjegjshme, më e vetëdijshme. Ishte një proces i dhimbshëm, intensiv dhe i nevojshëm, i krijuar për të djegur gjithçka brenda teje që nuk ishte reale, që nuk ishte autentike, që nuk ishte me të vërtetë ti vuajtjet, konfuzioni dhe dhimbja jote ishin materiali bazë, plumbi. Fërkimi i vazhdueshëm dhe nxehtësia e dinamikës toksike ishin zjarri alkimik. Por ajo që doli nga ai zjarr nuk ishte hi dhe shkatërim. Ajo që u lind ishte ari, një nivel i ri, më i lartë dhe më rezistent i vetdijes. Ti jo thjesht shpëtove nga një person toksik. Ti u detyrove të kthehesh brenda vetes dhe të përballesh me pjesët e tua që ishin tërhequr pa vetëdijshëm dhe mbaheshin peng nga ajo dinamikë. Ti ke mësuar të dallosh vetveten autentike nga personazhi që luaje për të kënaqur të tjerët. Ke mësuar të vendosësh dhe të mbrosh kufijt e shenjtë të vetes. Ke mësuar të gjesh burimin e vërtet të vlerës dhe njohjes brenda vetes. Ky është transformimi i qëndrueshëm. Dhimbja ka qenë çmimi i zgjuarjes tënde. Në këtë dritë, ata që të kanë lënduar nuk ishin dashuria më e madhe e jetës tënde, por mësuesi më i fuqishëm dhe më i rëndësishëm. Ata të mësuan, përmes sfidës dhe dhimbjes, si të kërkosh, të marrësh dhe të manifestosh vetveten sovrane. Tani rruga përpara është rruga e jetës si ky individ i ri dhe i integruar. Nuk ke më nevojë të kërkosh reflektim të vlerës në sytë e të tjerëve. Ti bart dritën brenda vetes. Provimi ka mbaruar, por transformimi që krijoi brenda teje është i përhershëm. Ti ke kryer veprën më të madhe. Ke kthyer dhimbjen tënde më të madhe në forcën më të thellë dhe më të qëndrueshme, ti jo veten që mbijetove. Ti u rilinde. Nëse je gati të eksplorosh kapitullin tjetër të udhëtimit tënd, ndërtimin e një jete të re mbi këtë sovranitet të ri, është koha të vazhdosh më tej me besim dhe vendosmëri. Rruga jote drejt vetë përmbushjes së plot sapo ka filluar. Bëni subscribe kanalin për më shumë zgjim, sovranitet dhe udhëtim drejt vetvetes së vërtet.